pyetur veten ndonjëherë pse tulipani është një nga lulet më të dashura në botë? Nga legjenda e dashurisë së humbur te mania e çmendur për një tulipan, kjo lule thjesht fsheh një histori që do t'ju befasoj, sepse tulipani nuk është thjesht bukuri, është një mesazh, një ndjenjë, një simbol që vjen nga thellësia e shpirtit. Në këtë video do të zbulojmë sekretet, historinë dhe magjinë që e bëjnë tulipanin kaq të veçantë. Qëndro me ne dhe përgatitu të shohësh tulipanin me një sy krejt ndryshe. Fjala tulipan ka një origjinë shumë interesante dhe ndërlidhet me kulturat lindore. Origjina e fjalës perse dulban, që do të thotë turban, kjo sepse forma e lules tulipan u ngjasonte turbanëve të burrave në Perandorinë Osmane. Kur tulipani erdhi në Evropë nga ambasadorët e Perandërisë Osmane në shekullin e 16, evropianët duke dëgjuar këtë fjalë menduan se emri i lules ishte tulip, duke huazuar në një mënyrë të gabuar nga fjala turban. Kështu fjala tulipan kaloi nga persishtja, turqishtja, latinishtja dhe gjuhët evropiane. Në anglisht fjala tulip shfaqet për herë të parë në vitin 1578, ndërsa në shumë gjuhë të tjera evropiane ka formë të ngjashme si tulipe, tulipano, tulpe. Kjo është një nga ato raste kur një lule nuk ka sjellë vetëm bukuri, por dhe një histori interesante gjuhësore dhe kulturore. Legjenda e tulipanit. Në një kohë të lashtë, shumë përpara se tulipani të zbukuronte kopshtet dhe fushat e botës, ai lindi nga dhimbja dhe nga dashuria. Legjenda persiane e dashurisë së përjetshme. Thuhet se një princ i ri me emrin Farad ishte marrëzisht i dashuruar me një vajzë të bukur që quhej Shirin. Ata e donin njëri tjetrin me një pasion të pastër, por fati i tyre nuk ishte i lehtë. Një ditë Farhad dëgjoi lajmin se Shirin kishte vdekur. Zemra ju thye në copa dhe i përfshirë nga dhimbja u hodh nga shkëmbë i lartë pa dëshirë për të jetuar më tej. Por lajmi ishte i rrem, Shirin nuk ishte vdekur. Nga gjaku që ra në tokë, atje ku shua jeta e Faradit, lindi një lule e kuqe e zjarrt, tulipani si simbol i dashurisë së tij të pastër dhe të pavdekshme. Që nga ajo ditë tulipani kuq është bërë simbol i dashurisë së thellë, të sinqertë dhe sakrificës së vërtetë. Simbolika e ngjyrave të tulipanëve. Tulipanët nuk janë vetëm të bukur për syrin, por për çdo ngjyrë që mban një kuptim të thellë dhe emocional. Në gjuhën e luleve, tulipani flet me ndjenjat më të pastra të zemrës. Le të shohim tani kuptimet për secilën ngjyrë të tulipanit. Tulipani kuq, dashuri e thellë dhe pasion i përjetshëm. Kjo ngjyrë është simbol i një dashurie që nuk shuhet kurrë. Nëse dikush të dhuron tulipan të kuq, ai po të thotë të dua me gjithë shpirt. Ngjyra e pasionit të ndershëm, të sakrificës në emër të dashurisë. Simbolika e tulipanit të bardhë, do të thotë falje, paqe dhe pastërti. I përdorur shpesh për të kërkuar falje ose për të shprehur respekt të thellë. Bardhësia e tij përfaqëson një zemër të hapur, një shpirt të sinqertë dhe një fillim të ri. Tulipani i verdhë. Simbolika: gëzim, miqësi dhe rreze drite. Dikur simboli i dashurisë së refuzuar, por sot ai lidhet me lumturinë, shpresën dhe energjinë pozitive. Një dhuratë ideale për miqësitë e ngrohta apo për t'i dhënë dikujt një arsye për të buzëqeshur. Tulipani rozë. Butësi, kujdes dhe dashuri e ëmbël. Kjo ngjyrë përfaqëson dashurinë e lehtë, romantike, por pa pasionin e zjarrt. Shpreh admirimin, falënderimin dhe kujdesin e butë si një përqafim me lule. Tulipani portokalli. Entuziazëm, ngrohtësi dhe pasion miqësor. Plot jetë, plot dritë dhe gjithmonë gati për energji pozitive. Ky është tulipani që i thot tjetrit je frymëzimi im. Tulipani vjollc, mbretëri, magji dhe spiritualitet. Vjollca ka qenë gjithmonë ngjyra e aristokracisë dhe e shpirtit të thellë. Tulipani ngjyrë vjollc të fton të prekësh anët më misterioze të mençurisë së jetës. Tulipani zi, mister, elegancë dhe fuqi e brendshme. Edhe pse në natyrë është më shumë vjollc se errët, tulipani zi simbolizon forcën për të qëndruar ndryshe, për të qenë i veçantë. Shpesh
lidhet me transformimin dhe fuqinë për të lindur sërish nga errësira. Disa kuriozitete mbi tulipanët janë: Hollanda prodhon mbi 3 miliard tulipan në vit. Kopshti Keukenhof është kopshti më i madh me tulipan në botë, me mbi 7 miliard lule të mbjella çdo vit. Ekziston një tulipan që kushton 5.000 euro për një copë. Semper Augustus, një nga më të rrallët dhe më të bukurit në historinë e luleve. Ekzistojnë mbi 3.000 varietete të ndryshme tulipanësh me ngjyra në forma nga më të çuditshmet. Tulipanomania ishte kriza e parë financiare me lule që u zhvillua në shekullin 17 në Hollandë, ku njerëzit u çmendën filluan të shitnin prona dhe toka për të blerë fara tulipanësh, por pa pritur tregu ra dhe njerëzit falimentuan. Kjo njihet si tulipanomania, një nga shembujt më të hershëm të krizave ekonomike të bazuar në spekulim. Edhe pse Holanda sot është sinonim i tulipanëve, ato vijnë fillimisht nga Azia Qendrore, nga zonat e Iranit, Afganistanit dhe Kazakistanit. Më pas kaluan nga persianët në Perandorinë Osmane. Po në Evropë si hyn, ishte një ambasador austriak në Perandorinë Osmane, i cili i dhuroi disa fara botanikut flamand Carolus Clusius, dhe ky i fundit filloi të kultivonte në kopshtin e Universitetit të Leidenit në Hollandë dhe atje filloi gjithçka. Nëse je një adhurues i tulipanëve, do të ndjekësh këto këshilla që do të japin për kujdesin ndaj tyre. Pikë së parë, mbjellja e tulipanëve. Koha ideale për mbjellje është vjeshta, periudha shtator-nëntor përpara ngricave të para të dimrit. Ku duhet t'i vendosësh? Zgjidh një vend me diell të pjeshëm ose të plot tokë me drenazh të mirë. Thellësia e mbjelljes 10-15 cm thellë me majën përpjet. Distanca mes tyre 10 cm larg. Faza e dytë mbas mbjelljes është ujitja. Mbas mbjelljes duhet ta ujisësh për të lagur tokën. Më pas mos i ujit shpesh, tulipanët nuk e duan lagështinë e tepërt. Në pranverë ujiti kur toka është e thatë. Faza e tretë, kujdesi gjatë rritjes. Lëri gjethet të qëndrojnë edhe pasi lulat e të tharë, ato ushqejnë qepën për vitin tjetër. Mos i krasit me një herë, prit derisa gjethet të verdhojnë plotësisht. Tulipanët mund t'i mbjellësh edhe në saksi nëse ke balkon. Zgjidh një vazë me vrima poshtë për rrjedhjen e ujit. Përdor tokë të lehtë me rër për drenazh të mirë. Mbaji në një vend të freskët derisa të mbinë, pastaj zhvendosi në dritë. Pas lulëzimit, hiq lulet e thara për të shmangur krijimin e farave. Pas rënies së gjetheve, mund t'i lësh qepët në tokë ose t'i nxjerrësh për t'i ruajtur në një vend të freskët dhe të thatë për të rimbjellur vitin që vjen. Mbrojtja nga dëmtuesit. Vëzhgo për dëmtues si milingona, karkaleca ose kërpudha. Përdor produkte natyrale ose të buta për t'i larguar pa dëmtuar bimën. Tulipanët quhen ndryshe lulet mbretërore, andaj duan dhe një kujdes të veçantë. Ne shqiptarët duhet të jemi krenar sepse kemi një tulipan të quajtur Tulipa albanica. Është një lloj tulipani autokton që rritet në Shqipëri. Është zbuluar në vitin 2003 në zonën e Kukësit të Shqipërisë. Ajo është specia më e rrallë dhe endemike që nuk rritet asnjë vend tjetër të botës, përveç sipërfaqe të vogël në minjerët e Munellës afër fshatit Surroj. Karakteristikat e saj janë ngjyra e saj e kuqe dhe e verdhë shumë e veçantë. Ka një pamje të dallueshme nga tulipanët e zakonshëm. A e dini që ky është futur në listën ndërkombëtare të 86 tulipanëve më të rrallë dhe më të veçantë në botë? Është një simbol i biodiversitetit shqiptar. I përket një zone ku aktivitetet minerale dhe shpyllëzimi rrezikojnë mbijetesën e saj. Aktivistët dhe shkencëtarët shqiptar janë duke bërë përpjekje që kjo specie të mbrohet ligjërisht dhe të ruhet për brezat e ardhshëm.
Një fakt befasues për tulipanët është se ata mund të ecin me rrënjë. Në kushtet natyrore, tulipanët kanë një aftësi të rrallë për bimët. Ata mund të lëvizin lehtësisht nga vendi ku janë mbjellë. Përmes një procesi natyror që ndodh nga zgjerimi dhe tkurrja e rrënjëve, një tulipan mundet të lëvizë duke i gjetur kushte më të përshtatshme për rritje, sidomos nëse toka ku ndodhet nuk ka mjaftueshëm dritë ose lëndë ushqyese. Rrënjët e tij mund ta shqyejnë qepën ose zhardhokun në një drejtim tjetër, një lëvizje shumë e ngadaltë, por praktikisht e maturueshme gjatë disa stinëve. Kjo është arsye pse në disa kopshte të vjetra tulipanët mund të gjenden duke lulëzuar disa centimetra larg nga vendi ku ishin mbjellë fillimisht, si të kishin ecur drejt diellit. Tulipanët mund të rriten në kushte ekstreme. Ka disa lloje të veçanta tulipanësh që mbijetojnë në temperatura shumë të ulta, si ato të rajoneve malore të Azisë Qendrore, ku klima është e ashpër me ngrica dhe erëra të forta. Ato tulipan kanë gjethe të trasha, të ashpra dhe të dendura me qime për të mbrojtur nga i ftohti dhe për të mbajtur lagështinë. Ato janë tulipan të egër që duken më pak elegant se ato hollandezët, por shumë të fortë dhe të qëndrueshëm. A e dini që ka disa tulipan që ndriçojnë në errësirë? Jo si drita elektrike, por disa lloje të tulipanëve të bardhë ose të verë shumë të hapur reflektojnë dritën e hënës, duke u dukur sikur po ndriçojnë në errësirë. Kjo i bën ato të duken magjike natën, veçanërisht në kopshtet që ndriçohen pak ose në fshat, ku ndriçimi artificial mungon. Tulipanët mund të ndikojnë në jetën e insekteve. Studimet kanë treguar se bimët e tulipanëve lëshojnë valë të lehta elektrike, të cilat ndihmojnë bletën të kuptojnë se ku ka nektar. Bleta ndjen impulsin e vogël elektrik kur ulet mbi një tulipan që ka nektar të freskët. A nuk është një lidhje e përkryer mes bimëve dhe kafshëve? Tulipanët janë përdorur si shenja statusi. Në shekullin 17 në Holland disa varietete të tulipanëve ishin më të shtrenjta se shtëpitë luksoze. Kishte familje që ruanin tulipan në kasaforta si pasuri. Madje thuhet se disa burra pasanik i vendosin tulipanët në xhep gjatë festave si shenjë pasurie. Tulipani i parë që fluturoi në hapësirë ndodhi në vitin 1997 kur një tulipan nga Instituti i Kërkimeve Botanike në Holland u dërgua në orbitë në bordin e një anije ruse hapësinore, në një projekt të përbashkët me Japoninë dhe Rusinë. Qëllimi të studiojë rritja e bimëve pa kushte të gravitetit. Tulipani u bë pjesë e një eksperimenti se si ndryshon zhvillimi i bimëve në hapësirë. Çfarë ndodhi? Jeni kurioz të dini? Rritja e tulipanëve ishte më e ngadaltë, por ato vazhduan të rrisnin dhe të përthithnin dritën edhe pa gravitet. Kjo e bëri tulipanin një nga lulet e para që tregoi potencialin e bimëve hapësinore. Disa gjëra të çuditshme për tulipanët janë: në shekullin 17 ra një sëmundje që preku tulipanët. Ajo bëri që petalet e tyre të kishin ngjyra të çuditshme dhe forma të rralla. Ky virus, i quajtur mozaiku tulipanit, prodhoi lule me vija dhe flak ngjyrash që çmendën trengun, dhe sot ato janë një nga varietetet më të bukura dhe më tërheqëse të tulipanëve. Tulipani më i shtrenjtë në botë, Semper Augustus, në vitin 1637 u shit për një shumë aq të madhe sa që në atë kohë mund të blihej një shtëpi luksoze në Amsterdam. A e dini që tulipanët janë toksik për disa kafshë shtëpiake? Edhe pse të bukur, bulbet e tulipanëve janë të rrezikshëm për macet dhe qentë. Nëse konsumohen mund të shkaktojnë simptoma si të vjedha, diare, probleme me zemrën. Diçka për të patur kujdes nëse ke kopësht me lule dhe kafshë. Perandorët Osman i quanin lule e përjetësisë. Tulipani përfaqësonte jetën e amshuar dhe bukurinë hyjnore. Mbas një periudhe të tërë në historinë osmane, që quhet epoka e tulipanëve, kjo lule u bë simbol i paqes, kulturës dhe progresit. A e dini që tulipanët u përdorën si ushqim gjatë luftës?
Gjatë luftës së dytë botërore, veçanërisht në dimrin e urive në Holland, njerëzit nuk kishin ç'ta hanin, zjenin bulbet e tulipanëve për të mbijetuar. Ishte e dhimbshme, por dëshmon fuqinë e njerëzit për të jetuar përtej çdo vështirësie. Ka një lloj tulipani që lulëzon vetëm disa ditë në vit. Tulipani i egër i Kazakistanit, Tulipa regeli, është një specie që rritet në malet e Azisë Qendrore. Ai ka një jetë gjatësi të jashtëzakonshme, lulëzon 3 deri në 5 ditë çdo pranverë në kushte shumë specifike dhe është një mrekulli natyrore. A e dini që ekziston një tulipan që mund të mbijetojë edhe në tokë vullkanike? Në Azinë Qendrore ekziston një lloj tulipani i quajtur Tulipa fosteriana, i cili rritet në zona të thata dhe me tokë të vështirë, madje edhe mbi tokë me përmbajtje vulkanike. Ky lloj është baza e shumë hibrideve të sotme dekorative. A e dini që tulipanët vazhdojnë të rriten dhe pasi janë prerë? Edhe kur i vendos në një vazë me ujë, tulipani mund të rritet deri në 2 deri në 3 centimetra. Ai është një lule e vetme që vazhdon të zhvillohet edhe pasi është prerë nga rrënja. Kjo ndodh edhe kur tulipanët përkulen nëpër buqeta, ato janë ende gjallë. Tulipanët mund të ngjiten pas diellit. Ashtu si luledielli, disa varietete tulipanësh në fazën e hershme kanë një sjellje të quajtur heliotropizëm. Ato kthejnë petalet drejt ditës së diellit gjatë ditës si të ishin duke ndjekur dritën. Kjo ndodh më shpesh në ditët me diell të pranverës. Tulipanët janë konsideruar si simbol i përjetësisë dhe pasurisë shpirtërore. Ato janë përdorur për të zbukuruar tempujt dhe janë të lidhur me besime që lidhen me rilindjen shpirtërore, arritjen e paqes dhe harmonisë nëpërmjet njerëzve. Në shumë rajone lulëzimi i parë i tulipanëve është një ngjarje e shënuar me festime, që tregon ardhen e pranverës dhe të rigjallërimit të natyrës. Disa kultura, si ajo kineze, kanë përdorur tulipanët për përfitime mjekësore. Pjesë të ndryshme të bimës, si bulbet dhe lulet, janë përdorur në trajtime për probleme të frymëmarrjes dhe për të trajtuar probleme të lëkurës. Në disa filozofi orientale, tulipanët janë simbol i pranisë dhe i përqendrimit në momentin aktual, pasi lulëzimi i tyre është një ngjarje e shpejtë që do të thotë se bukuria e vërtetë kërkon vëmendje të plotë dhe respekt në çdo hap. Këto janë disa fakte pothuajse të panjohura për tulipanët. Këto lule të mrekullueshme që na kujtojnë se jeta është një cikël i pafund i rinovimit, i bukurisë dhe i ndryshimit. Nga origjina e tyre e largët te ngjyrat simbolikat, ato na mësojnë se bukuria e vërtetë shpesh vjen me mënyra të papritura dhe se çdo fillim ka një mbarim të natyrshëm dhe të bukur. Në mbyllje të kësaj video do të doja të dija cila është ngjyra juaj e preferuar e tulipanit dhe çfarë mendoni se simbolizon. A keni ndonjë kujtim të veçantë lidhur me tulipanët? Ndoshta një moment të paharruar ose një udhëtim ku i keni parë ata? Cili nga faktet që përmendëm në këtë video ju duk më interesant? Ju lutem lini komentin tuaj dhe nëse dëshironi mund ta shpërndani këtë video. Faleminderit për kohën tuaj. Shihemi në videon e radhës.